Raiffeisen Bank vazhdon të tregojë angazhimin e saj të qëndrueshëm për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për komunitetin lushnjar, duke dhuruar një pajisje eko të teknologjisë së fundit, urgjencës së Spitalit Bashkiak Ihsan Çabej. Ky investim do të ndihmojë stafin mjekësor në ofrimin e shërbimeve më të sakta dhe në kohë për mira qytetar që drejtohen për ndihmë mjekësore çdo ditë në këtë spital. Raiffeisen Bank gjithashtu ka investuar në rikonstruksionin e urgjencës së spitalit në vitin 2020, pasi siç shprehet Kristian Kanakaris, drejtuesi Raiffeisen Bank në Shqipëri, mbështetja e sistemeve shëndetësore është një prioritet i bankës sonë. Nuk është hera e parë që mbështesim këtë spital me teknologjinë më të re dhe do të vazhdojmë të mbështesim komunitetin lushnjar me projekte në bashkëpunim me Ministrin e Financave dhe Kryebashkiaken. Ministri i Financave Petrit Malaj u shpreh se Raiffeisen Bank solli një lajm të mirë me dhurimin e ekos të teknologjisë më të fundit që ndihmon qytetarët e Lushnjës. Një lajm të mirë me qytetarët e Lushnjës, të cilët duke filluar nga tashmë mund të marrin një shërbim shumë të nevojshëm nëpërmjet një pajisje teje të avancuar teknologjike, siç është ekoja që është dhuruar nga Raiffeisen Bank. Institucionet financiare si Raiffeisen Bank apo dhe sipërmarrje të tjera të cilat nëpërmjet praktikave të përgjegjësisë sociale synojnë që të kontribuojnë në komunitet duke dhënë një pjesës të asaj që marrin nga komuniteti. Ne inkurajojmë institucione të tilla si Raiffeiseni që të vijojnë me kontributet për përmirësimin e cilësisë jetës së qytetarëve edhe të komuniteteve ku ato operojnë. Shefja e urgjencës së Spitalit Lushnjë falenderon Raiffeisen Bank duke thënë se aparati Eko ishte një urgjencë dhe domosdoshmëri për këtë spital. Eko përfshin të gjitha llojet e ekzaminimeve dhe ndodhet 24 orë instaluar në urgjencë. Aparatura e re ekografike që ka ardhur në urgjencën e Spitalit Lushnjës ishte një domosdoshmëri dhe një urgjencë për shërbimin tonë. Aparati është një eko bashkëkohore që përfshin të gjitha llojet e ekzaminimeve. Ekzaminimin e enëve të gjakut, ekzaminimin e zemrës dhe ekon abdominale. Ndodhet 24 orë instaluar në urgjencë për gjithë pacientët që paraqiten në urgjencë, që kërkojnë shërbimin e urgjencës dhe përfitojnë brenda këtij shërbimi një emergjencë për problemet kardiake, për problemet abdominale dhe të tjera. Është një donacion nga Raiffeisen Bank në vazhdën e donacioneve të tjera, ashtu sikurse ishte restaurimi i urgjencës në vitin 2020. Ishte kjo kërkesa jona që na ofrua menjëherë donacioni me këtë aparat shumë të mirë që i përmbledh të gjitha ekzaminimet për të gjithë pacientët që vinë në urgjencë. Raiffeisen Bank do të vazhdojë të mbështesë nisma dhe projekte që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë me një fokus të veçantë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe shëndetit të qytetarëve.